bashkëpunimit dhe tek qeveria Kurti ka një deklarat nga zotri Kurti që thotë se në këto zgjedhje të 7 qershorit vetëvendosja synon fitoren e 60% të votave. Pra, e shihni këtë si mundësi reale në këtë garë politike, zotri Osman? Ne po jetojmë në demokraci. Kurti ka të drejtën e Zotit, edhe të qytetarit, edhe të Kurti si Kurti të mendoj atë që ai mendon. Sigurisht që për këtë vendos qytetari. Edhe unë kam qef 100% e me lidhe, unë nuk kam qef 100%, në fakt s'kam qef, sepse nuk është e shëndosh. Nuk është e shëndosh. E keni qef fitoren? Sigurisht. Absolut, për fitore kam i. Fitore duhet jetë, por fitorea duhet të ndahet me të tjerët. Edhe në rastin konkret, jashtë dhanë në mundësia. Nuk ka dhënë prova që mund të kryen. Hajde po themi shkon 60%. Nuk ka dhënë prova që Kurti krijon qeveri. Krijon presidencë. Është hera e parë që ne nuk po mund të zgjedhim presidente. Të gjitha institucionet e Republikës Kosovës për fatkeq janë ushtrues detyre. Më besoni që edhe në institucionet administrat ka ushtrues detyre. Deri kur vëlla ushtrues detyre. Për çfarë qytetari del dhe të voton? Për çfarë ushtrues detyre? Jo. Ushtrues detyre mund të jesh në rrethana të jashtëzakonshme. Prandaj quhet ushtrues detyre, po jo në rrethana normale, sepse edhe kësaj del boja. Besoni që tash sigurisht që do të shpikat edhe në profesion që do të jetë ushtrues detyre, me kriteret në të cilën duhet konkurrojnë për ushtrues detyre. Të hapen konkurse enkas për ushtrues detyre. Edhe kjo po ngulitet në kokën e qytetarëve, nuk është e mirë. Ushtrues detyre, dhe herë po themi, që është vetëm në rastet të jashtëzakonshme. Po jo në rastet normale, jo të gjitha institucionet me qenë ushtrues detyre. Ne kemi ushtrues detyre i ushtrues detyre. A ka përgjegjësi këta njerëz? A mbajnë përgjegjësi? Këtë qytetari besoni që e vlerëson dhe e vendos pastaj. Në mënyrë absolute nuk jam në frymën e kundërthenës e konflikteve, por jo, nuk mund të jetë bre ushtrues detyre i ushtrues detyre. Kjo është një shtet i tërë me ushtrues detyre. Jo, për një pozitë, ushtrues detyre të Kuvendit të Republikës Kosovës, e kemi ushtrues detyre të presidencës. Po. Nuk ka ndodhur. Unë kam jetuar në Belgjikë. Ka raste me qenë jashtë, nuk kam dëgjuar ndonjëherë që ka ushtrues detyre të ushtrues detyre. Po, dhe e përmendët Belgjikën dhe pikërisht diaspora është ajo që pritet ta bëj ndryshimin bazuar edhe